Luçan dhe Turi të Bujanocit janë demilitarizuar. Kësaj ka paraprirë marrëveshja e mbrëmshme arritur në mes përfaqësuesve të UÇPMB-s dhe palës serbe me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Sot janë evituar të gjitha pozicionet në fshat nga të dyja palët. Ne shpresojmë se kjo do të jetë një piknisje ose një fillim i jetës së re, për shkak se kemi pas pengesa të mëdha, si punëtorët, ashtu edhe fëmijët në shkolla, si edhe banorët në përgjithësi. Fshatrat Luçan e Turin janë të banuara me shqiptar. Pozicion të forcave të palëve në konflikt vetëm lumi ndante. Tërheqjen me shumë hamendje e bën edhe policia serbe. Unë shpresoj se marrëveshja në mes palëve do të respektohet. Ne sërish duhet të jetojmë së bashku dhe pa probleme këtu. Po e shifni njësitë e policisë sonë po tërhiqen. Këte e dëshirojmë edhe nga pala tjetër. Për ndryshe në Luçan kanë vazhduar bisedimet për formimin e policisë së përzierë. Pikës pari i përshëndes gjithëve dhe përfundimet e mbledhjes ishin, mujtë thomë, 50% pozitive. 50% pozitive, kur thomë këto është për demilitarizimin e Luçanit dhe Turisë, e cili kja përshëndet për gjitha palëve dhe për ndërkombëtarëve. Kështu që dham rast dhe për të ardhmen se si mundet të zhvillohet edhe domethënë të zhvillohet edhe bisedat për demilitarizimin e zonës, edhe të jetohet ashtu të i lirë ky popull me një polici multietnike. Gjersa bëhen gati listat me emrat e policëve të dyja palëve, fshatrat Luçan dhe Turi do të jenë në mbikëqyrje të vëzhguesve ndërkombëtar. Bisedimet pritet të vazhdojnë të hënën. Në Gjilan,